Mirë se erdhe të dashur shigjetarë. Gati sa sisha do t'ja thënë të dashur qytetarë. Pse nuk e di? Të dashur shigjetarë. Do i përgjigjem një herë pyetjes pse baba gjyshi i vitit të ri aq herët. Thjesht ishte një zgjedhje ime. E parapëlqej, më bën të ndihem mirë kjo sezon apo fund viti me kjo atmosferë e festave dhe thjesht më pëlqeu të filloj më herët, sikur po i thras më shpejt, jam futur në atë energji, ta them kështu. Të dashur shigjetar, hapja juaj e letrave është veprim dhe nevojë për balancë mes mendjes dhe ndjenjave. Diçka jeni duke bërë sikur përpara po ecin ndjenjat para mendjes për çfarëdo që të jetë. Bashkëpunim, kontroll, emocioneve dhe veprim të matur. Kjo javë të dashur është një ta them, tregon për marrëdhëniet që janë në qendër. Mund të jenë të punës, në familje apo në çift. Kjo javë do të ecë mirë vetëm nëse dëgjon, po aq sa edhe flet. Mos e bëj garë çdo debat, kërko zgjidhje, jo fitore. 4 të zjarrit të dashur flet për stabilitet, në punë apo në plane personale. Për të arritur atë duhet ta bëni atë që i thash që parë. Mos harro sa ke arritur. Në vend që të fillosh diçka të re apo të bluash në zemrën tënde, të flasin së pari ndjenjat, paramendjes, përfundo siç duhet apo përfundo atë që ke në dorë. Është javë për të përforcuar atë që ke ndërtuar, asgjë për të ndryshuar, dhe kjo është shumë me rëndësi të madhe. Body and mind, trupi dhe mendja, që një farë mënyrë dalem aty ku folëm, diçka të kujdesesh për trupin dhe mendjen. Nëse ndihesh i lodhur ose pa fokus, ndalo pakës, pusho, bëj atë çfarë të bën të qetësohesh, të ndihesh pak më lehtë, më mirë. Shigjetari ka prirë të digjet nga vrulli të dashur, këtë javë ngadalso dhe mundohu dhe mendohu para se të veprosh. Maskulin dhe feminin, maskuliteti dhe feminiteti kërkon balancë. Pra, ndjenjat janë femërore, durimi është maskullor. Por të gjithi kemi ato, do të thotë në balancë duhet i kemi. Mos u mbështet vetëm në forcë, përdor edhe durimin në forcën e ndjenjave. Nëse je shumë i drejtë për drejtë, mund të mbasësh ndjeshmërinë e gjërave. Nëse je shumë i butë, mund të mos dëgjohesh. Gjej mënyrën e mesme, pra të jemi të balancuar mes asaj femërore, energjisë femërore dhe asaj maskullore. Pra, mos reago me njëherë, merr frymën, mendohu dhe vepro me maturi të dashur shigjetar. Kjo javë kërkon veprim të mençur dhe asnjë gjë impulsive. Shigjetar, balanca është forca më e madhe që mund të kesh. Në fakt, atëherë jemi të përkryer.